Përshëndetje nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi i enjtë 1 janar 2026. Dashi. Në këtë moment, mos e teproni me provokimin e dashurisë, mos flisni dhe thoni gjëra të gabuara. Disa probleme me paratë. Demi. Ata që tashmë kanë një histori të rëndësishme do mund të rikonfirmojnë atë, edhe mund të ketë vendime për të marrë në çift. Do të zgjidhni disa çështje të pasgjidhura me vajzat dhe djemt, vëllezërit ose motrat. Binjakët. Ju jeni të mërzitur dhe kjo mund të çojë në dëshirën për të jetuar dashuri paralele. Ndodhi që të merreni me burokraci, çështje dhe llogari të papaguara. Gaforja. Situatë interesante për të gjitha ata që duan të pranojnë sfida të reja. Së shpejti mund të flasim përsëri për dashurinë dhe të kthehemi në lojë. Luani. Betejat e fituara, ju do të jeni në gjendje të forconi idetë tuaja, rrimëkëmbjen e madhe psikofizike, pas disa muaj shqetësimesh, edhe dashuria bëhet protagoniste. Palestra është e mirë. Virgjeresha. Nuk përjashtohet ndonjë pasion i papritur, është një kohë e mirë për të folur, për të sqaruar dhe mbi të gjitha për të kapërcyer ndonjë keqkuptim të lindur në javët e fundit. Peshorja. Dita më e qetë dhe paqësore. Fiken dashuritë e fundit, por të reja kanë lindur dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Akrepi. Ndër ditët më të mira atë të sotmes, takime të favorshme për të ardhmen dhe mos hezitoni të ecni përpara. Forma është më e mirë, duhet të jesh pozitiv dhe optimist. Shigjetari. Çdo ditë ka një kontrast për të kapërcyer, por për fat të mirë ju jeni i fortë. Nëse jeni vetëm apo edhe në çift, do ta keni të lehtë të bëheni viktimë e vëmendjes së një personi intrigues, por kujdes nga historitë e ndërlikuara apo tepër transgresive. Britsjapi. Ditë e lodhshme, mos merrni shumë angazhime. Në dashuri, ju jeni shumë kritik. Ujori. Është një ditë në të cilën do të mund të lidhni disa pushtime, si në dashuri ashtu edhe në punë. Do të jetoni një kohë plot premtime. Peshqit. Situata pozitive, jetoni me qetësi. Ditë harmonie në familje dhe në grupin e miqësisë me të cilin zakonisht kaloni kohën e lirë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.